Që një vit, unë të prita që një vit, me dashni për ty jam rrit, me lonë që iftare me prit. Me familje o sa mirë, me prish gjumin për syfyr, jo për qefe për adet, po se aty ka bere qet. Jo për qefe për adet, po se aty ka bere qet. Ramadan je Ramadan, zjedet u limen, je shehal Kur'an, je ahle Ramadan, je ahle Ramadan. Ramadan je Ramadan, zjedet u limen, je shehal Kur'an, je ahle Ramadan, je ahle Ramadan. Gëzimi par, kur vjen koha për iftar, e gëzim tjetër shpirti jem, ka kur e tashe Allahun tem. Me familje shoqni, marim rrugën për xhami, e aty ka shumë xhemat, knojmë Kur'an e salavat. E aty ka shumë xhemat, knojmë Kur'an e salavat. Ramadan je Ramadan, zjedet u limen, je shehal Kur'an, je ahle Ramadan, je ahle Ramadan. Ramadan je Ramadan, zjedet u limen, je shehal Kur'an, je ahle Ramadan, je ahle Ramadan. Po kërkoj, ndoshta nuk e meritoj, në xhenet po du me hy, boj dua me lotë në sy. Lutem o Zot aman, me ma hap derën e rejan, agjerushëm o Allah, o sa shumë po bëj dua. Agjerushëm o Allah, o sa shumë po bëj dua. Ramadan je Ramadan, zjedet u limen, je shehal Kur'an, je ahle Ramadan, je ahle Ramadan. Ramadan je Ramadan, zjedet u limen, je shehal Kur'an, je ahle Ramadan, je ahle Ramadan. Që një vit, unë të prita që një vit, me dashni për ty jam rrit, me lonë që iftare me prit. Me familje o sa mirë, me prish gjumin për syfyr, jo për qefe për adet, po se aty ka bere qet. Jo për qefe për adet, po se aty ka bere qet. Ramadan je Ramadan, zjedet u limen, je shehal Kur'an, je ahle Ramadan, je ahle Ramadan. Ramadan je Ramadan, zjedet u limen, je shehal Kur'an, je ahle Ramadan, je ahle Ramadan. Gëzimi par, kur vjen koha për iftar, e gëzim tjetër shpirti jem, ka kur e tashe Allahun tem. Me familje shoqni, marim rrugën për xhami, e aty ka shumë xhemat, knojmë Kur'an e salavat. E aty ka shumë xhemat, knojmë Kur'an e salavat. Assalamu alaikum.
po takohemi sërish për të vazhduar ciklin e historive të profetëve. Historia profetit Ishak a.s. trashëgimia besimit. Në një tokë të lashtë, me skodrave të buta dhe fushave të gjelbra, lindi një djalë që do të bëhej shenja e një premtimi hyjnor. Ai erdhi në jetë si një bekim për prindërit e tij, pas viteve të gjata të lutjeve dhe shpresës. I rritur në frymën e besimit dhe urtësisë, ai do të bëhej një profet i detyrësisë dhe udhëzimit. Historia e tij është një rrëfim i qetësisë, mençurisë dhe trashëgimisë së madhe që la pas. Ky është rrëfimi i profetit Ishak a.s., biri i Ibrahimit dhe hallka një zinxhiri profetik që do të ndriçonte brezat pas tij. Pas shumë vitesh sprova dhe bekimesh, profeti Ibrahim a.s. kishte ndërtuar një trashëgimi të madh besimi. Ai kishte kaluar sfida të mëdha, ishte ndarë nga populli i tij për hir të Zotit, kishte lënë djalin e tij Ismailin a.s. dhe nënën e tij Haxherën në shkret të tir dhe kishte sakrifikuar gjithçka për Zotin. Por Zoti e shpërbleu me mrekulli të panumërta. Ai ndërtoi Qaben, u bë babai një kombi të madh dhe mori premtimin hyjnor se pasardhësit e tij do të vazhdonin të udhëheqnin njerëzimin me udhëzimin e Zotit. Por historia e Ibrahimit nuk përfundoi me Ismailin. Zoti kishte përgatitur një tjetër dhuratë të madhe për të, lidhjen e një djali të dytë, Ishakut a.s. nga gruaja e tij e parë Sara. Lajmi i gëzuar një fëmijë për Sarën. Një ditë, te shtëpia e Ibrahimit erdhën disa mysafir të panjohur. Ata ishin 3 burra të hishëm dhe fisnik. Ibrahimi si mikpritës i devotshëm, u nxitoi të shërbente ushqim dhe i ftoi të hanin. Por ai vuri re diçka të çuditshme. Mysafirit nuk e preknin ushqimin. Kjo shqetësoi Ibrahimin, sepse sipas zakoneve të asaj kohe, nëse një mysafir nuk hante ushqimin e shtruar, kjo mund të nënkuptonte diçka të keqe. Atëherë ai u tha: "Kush jeni ju? A keni ardhur me një qëllim të keq?" Por ato bëseqeshën dhe i thanë: "Mos u frikëso o Ibrahim, ne jemi engjëjt e Zotit dhe kemi ardhur me një lajm të gëzuar për ty dhe Sarën. Ju do të bëheni prindër të një djali dhe ai do të quajë Ishak." Kur dëgjoi këtë Sara, e cila ishte në dhomën tjetër, u habet. Ajo ishte tashmë e moshuar dhe nuk e mendonte të munduar të kishte një fëmijë. Duke qeshur me habi, ajo tha: "A do të kem unë një fëmijë, ndërsa jam plag? Dhe im shoqi gjithashtu është plag. Kjo është e pabesueshme." Por engjëjt e qetësuan dhe i thanë: "Zoti bën gjithçka që dëshiron, për të asgjë nuk është e pamundur." Kështu, pa kohë më vonë, Sara lindi Ishakun, një djalë të bukur dhe të mençur, një fëmijë që do të bëhej një tjetër profet i madh i Zotit. Ishaku rrit në një familje të bekuar. Ai u rrit duke parë babën e tij, Ibrahimin, duke adhuruar Zotin, duke ndërtuar Qaben dhe duke përpjekur për të hapur besimin e vërtet. Ai mësoi urtësinë, drejtësinë dhe durimin nga babai i tij dhe u bë një njeri i butë dhe i qetë. Ai nuk ishte luftëtar si Ismaili, por një njeri i mençur dhe i urtë, i cili udhëhoqi popullin e tij me drejtësi. Pas vdekjes së Ibrahimit, Ishaku u bë profet dhe udhëheqësi popullit të tij në Palestinë. Ai mësoi njerëzit adhurim e Zotit të vërtet, larg idhujtarisë dhe padrejtësisë. Ishaku martua me një grua të devotshëm dhe pas disa vitesh ata patën 2 djemë binjak, Jakubin a.s. dhe Esaun. Jakubi ishte i mençur dhe i drejtë, një njeri i butë dhe i devotshëm ndaj Zotit, ndërsa Esau ishte më i fortë fizikisht dhe më i ashpër. Jakubi ishte ai që trashëgoi profecinë dhe më vonë u bë profeti Jakub, Izraili, nga i cili do të dilnin shumë profetë të tjerë, si Jusufi, Musai, Davudi dhe Sulejmani a.s. Mësimet nga jeta profetit Ishak. Besimi tek Zoti sjell bekime.
Edhe pse Sara nuk besonte se nuk mund të kishte fëmijë në moshën e saj, Zoti i tregoi se ai ka fuqinë të bëjë gjithçka. Udhëheqja me mençuri dhe drejtësi, Ishaku nuk ishte luftëtar, por ai udhëhoqi popullin e tij me butësi dhe urtësi. Durimi dhe qëndrueshmëria në besim si një profet, ai vazhdoi misionin e babait të tij, Ibrahimit, dhe e mbajti të gjallë fenë e pastër të Zotit. Trashëgimia e besimit nga Ishaku lindi Jakubi dhe më vonë shumë profeta të tjerë, duke treguar se Zoti e ruan besimin përmes brezave. Profeti Ishak a.s. ishte një hallk e rëndësishëm në sinxhirin e profetëve të Zotit. Ai ishte biri i Ibrahimit a.s., vëllai i Ismailit dhe babai i Jakubit, një trashëgimi e shenjtë që do të vazhdonte për shumë breza. Përmes tij, Zoti e mbajti të gjallë mesazhin e tij dhe përhapi atë tek popull të ndryshëm. Historia e tij është një kujtim i madh për të gjithë në besime. Durimi dhe drejtësia janë vlerat që e çojnë një njeri drejt suksesit në këtë botë dhe botën tjetër. Nga historia e Ishakut ka mësuar të jemi të qetë dhe të urtë, të flasim me butësi dhe të trajtojmë të gjithë me respekt. Ka thënë pejgamberi a.s. Çka arrihet me butësi nuk arrihet me ashpërsi. Asgjë nuk është e pamundur për Allahun, edhe kur diçka duket e pamundur, sikur lindja e Ishakut, Allahu mund ta bëjë të ndodhë, prandaj duhet të kemi besim. Ishak e donte shumë vëllain e tij Ismailin dhe ne gjithashtu duhemi të duhem vëllezërit tonë dhe motrat tonë, sepse ato janë njerëzit më të dashur në jetën tonë. Lutu Zotit për atë të dëshiron, ashtu si Allahu ja ofroi Ibrahimit dhe një fëmijë Ishakut në pleqmit.